100 vite pas masakrës nga ushtria serbo-malazeze që bëri në punoshec të Malësisë së Gjakovës, shoqata Adrini Gjakov Shkodër organizuan akademi përkujtimore. Mund të krahasohet ndër masakra tjera më të mëdha në vend me masakrën e Rëqakut, por në një kohë tjetër, pra në një kohë kur atëherë mediat dhe gjithçka ka qenë domethënë e pamundur të dëbërtoj. Në këtë akademi referuan historian nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët me referatet e tyre u treguan të pranishmeve fakte dhe mendime për këtë masakër që mori jetra njerëzish. Numri saktë të pushkaturëve është 113 persona. Nga këta 6 gra, 2 nga këto kanë qenë shtatzana, 101 burra nga punasheci të moshës 18-19 vjeçare dhe 7 mysafirë që ndodheshin në punashec ditën e masakrës, 5 këta nga Malësia e Gjakovës, 1 nga Junikëll dhe 1 nga Nivokazi. Me pushtimin e Pesë dhe Gjakovës, ushtria malazeze filloi krimet dhe terrorin ndaj popullatës shqiptare. Që në fillim pushteti malazez filloi me masa drastike të dhunës dhe të terrorit, tua merrte paraardhësve tanë, jo shumë të largët armët. Pushteti malazez i bërgoste baballarët tanë, e duke i mbajtur si pengje me qëllim që të tregonin se kush nga bashkëvendesit e tyre posedonte armë. Sot në përkujtimin e ngjarjes më të tashme të historisë sonë, duhet të them me plot gojë se populli jonë vujti me shekuj dhe thunda e dhunës dhe represionit u largua plot në dekada pas, kur realiteti i lirisë dhe çlirimit u bë fal luftës së shenjtë dhe të drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Disa fjalë ndanë edhe të pranishëm të tjerë, në mesin e tyre dhe kryetari i Bashkisë së Tropojës dhe deputetja Teuta Haxhiu. Vlerësoj mjaft shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërmjet Tropojës dhe komunave Deçanit, Gjakovës në të gjitha rastet dhe në gjitha aktivitetet e zhvilluara. Janë të freskëta kujtimet e masakrave që kanë ndodhur në Kosovë nga okupatori serb. Janë të freskëta të gjitha, por në veçanti janë të freskëta dhe të pashlyera për gjithmonë, jo vetëm për ne si gjenerat, por edhe gjithë brezat që vinë pas nesh, sidomos masakra e Mejës, masakrat të cilat nuk do të shlyhen asnjëherë. Në këtë akademi, veç tjera shuthase me 28 nëntor do të vendoset guri përkujtimor në Ponoshec, pikërisht në vendin ku ka ndodhur masakra.